Allahu thot, gratë e mira janë ato që janë të bindur ndaj Allahut, që e ruajnë fshehtësinë, kur burrat nuk janë të pranishëm, bima hafidh Allah, aq sa Allahu ua mundëson që t'i ruaj. Me fjalën qanitat, është për qëllim se janë vazhdimisht adhuruese ndaj Allahut. Pra gruaja e mirë, bashortja e mirë, është vazhdimisht adhuruese ndaj Allahut. Nuk e haron adhurimin ndaj Zotit asnjëherë, në çdo gjendje dhe në çdo moment. Sa prej grave e harojnë me fal namazin duke vrapu pas fëmijëve, duke vrapu pas familjarëve, duke vrapu pas punëve të shtëpisë. E lajnë namazin, apo e vonojnë namazin deri në kohën e fundit, apo e falin pas kohës. Pra, s'parjerë, është bindja ndaj Allahut, s'parjerë është adhurimi i Allahut, mi kri obligime që i kena ndaj Zotit, pastaj janë obligimet e tjera që i kemi ndaj burrit, që i kemi ndaj fëmijëve, që i kemi ndaj familjes. Pra e para është adhurimi i Zotit. Kjo është për bashortën, po kjo është edhe për bashortin. Përparësi ka adhurimi ndaj Allahut. A je përparësi adhurimit ndaj Zotit, apo je përparësi punës? Pra gjithçka lihet. Gjithçka lihet me një anë kur vjen adhurimi i Allahut. Gjithçka lihet me një anë kur vjen namazi dhe thret ezanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu është më i madhi dhe Allahu është më i madhi. Pra si burri, ashtu edhe gruaja, duhet ta kenë përparësi, duhet ta kenë primare adhurimin ndaj Allahut para çdo sendi, para çdo vepre, para çdo gjoja.